Për mijëra vjet, njerëzit kanë ngritur syt drejt qiellit dhe kanë vrarë mendjen se çfarë fshihet përpara tyre në jetën tjetër. Nga natyra, shpirti ynë dëshiron një përgjigje për atë që mbase është misteri më i madh i jetës. Se çfarë na pret kur të kalojmë derën për në botën tjetër. Por Perëndia nuk i fshet detajet për vendin ku do të jetojmë përjetësisht. Shikoni në fjalën e Perëndis dhe do të shihni një copës të parajsës, rrugë më të shndritshme se ari. Froni vezulluesi Perëndis dhe shtëpia e përjetshme Jezus Krishtit. Të gjitha detajet madhështore janë shkruar në faqet e shkrimit. Si do të duket parajsa? Si do të shkojë shpirti ynë aty? A do të ribashkojmë me të dashurit tanë kur të shkojmë aty? Dhe si do të duket trupi ynë për gjithë përjetësinë? Këto janë vetëm një pjesë e vogël e gjërave që mund të dimë për përjetësinë, që na premtohet se do të jetë një vend përtej ëndrave tona më të çmendura. Ju mjafton vetëm që të hapni Biblën dhe do të zbuloni se brenda saj Perëndia po na zbulon misteret e parajsës. Tani, po ju lëm me mikpritësin tuaj dhe mësuesin e Biblës, Dr. David Jeremia. Mirë se vini në serinë e tanishme të mësimeve të zbulojmë misteret e parajsës. Unë dhe ju e dim se kur bëjmë zgjedhje të mençura për dietën tonë, shpërblimi është një shëndet i mirë. Dhe kur ne kultivojmë rritje në jetën tonë shpirtërore, korrim shpërblimin e paqes, gëzimit dhe kënaqësisë. Kur kemi një raport të mirë të ngarjes makinës, sjellja jonë shpërblehet me ulje të pagesës së siguracionit. Kuptoni që shpërblimet ndërtohen në strukturën e jetës sonë në çdo nivel, edhe në nivelin shpirtëror. Pritshmëritë e të qenit i vetëdijshëm se shpërblimet e së ardhmes po vinë, duhet të na motivojnë që sot jetojmë një jetë që e kënaq Perëndin. Mesazhin e sotëm e kam titulluar Oskarët e parajsës, për të theksuar se shpërblimet më të mëdha që kjo tokë mund të na ofrojë, as mund të krahasohen me shpërblimet që po ruhen për të krishterët në qiell. Sot do të mësoni se cilat janë këto shpërblime dhe si të sigurohemi që t'i merrni në këtë program të Moment Vendimtar. Ne kemi çmimet e akademisë, kemi çmimet e kritikës, kemi çmimet Prizm, çmimet aktori më i mirë, çmimet e muzikës country, çmimet Grammy, çmimet e telenovelës më të mirë. Duket sikur i kemi shumë qejf çmimet. Por po vjen një ditë çmimesh dhe do të shpërndahen çmimet Oscar, siç bota kurrë nuk e ka parë, as nuk e ka ndruar. Më duhet ju them se kur flasim për shpërblimet në parajsë, shumë njerëz bëhen pak nervoz sepse ekziston një lloj mentaliteti që e kanë shumë njerëz se nëse jeton për Perëndin me dashurinë për të në zemër, pse duhet marrësh një shpërblim? Pse të duhen shpërblimet? Njerëzit thonë diçka të tillë, e dini, nëse jep një shpërblim për dikë për veprat e mira që i ka bërë si krishterësh, si të përpiqesh ti bësh fëmijët e tu të sillen mirë duke u ofruar karamele, gjë që e shohin si një strategji inferiore. Disa njerëz thonë se ne nuk duhet që të joshemi për mirësi duke na u premtuar një bonus, sepse mirësia është vetë një shpërblim. Edhe pse ky argument duket logjik dhe shpirtëror, është plotësisht jo në harmoni me atë që na mëson Bibla. Bibla kurrë nuk e mbron konceptin e shpërblimeve. Ideja është e pranuar si gjëja më normale dhe e natyrshme që ne mund të presim. Po të lexojmë në Bibël, duke filluar madje edhe me Dhjetën e Vjetër, do të zbulojmë se shpërblimet janë një temë e zakonshme dhe po të lexojmë Biblën duke pasur këtë parasysh, këto gjëra fillojnë t'i shohim në përfaqe dhe gjenden kudo. Kjo fillon në Dhjetën e Vjetër, në përvende si Psalmi 58:11, ku thuhet: "Dhe njerëzia do të thotë me siguri ka një shpërblim për të drejtin, me siguri ka një Perëndi që gjykon mbi tokë." Ose Psalmi 62:12, "Edhe ty, o Zot, të përket mirësia, sepse do të shpërblesh cilin do sipas veprave të tij." Dhe kur vim te Dhjata e re hapet me premtimin e Zotit për shpërblimet tek lumturit. Ju kujtohet ky pasazh tek Mateu 5:11 dhe 12, "Lum ju kur do t'ju shajnë dhe do t'ju përndjekin, dhe duke gënjur do thonë të gjitha të zezat kundër jush, për shkakun tim, gëzohuni dhe ngëllzohuni, sepse shpërblimi juaj është i madh në qiej." Pastaj mund të lexojmë gjithë Dhjetën e re dhe të arrijmë deri te libri i fundit i Biblës.
Zbulesa 22, vargu 12 thot kështu: dhe ja, unë vi shpejt dhe shpërblimi im është me mua. Dhe gjatë gjithë dhjatës së re, shpërblimet supozohet se janë pjesa e përvojës së ardhshme të një të krishteri. Hebrejve 6:10 thot sepse Perëndia nuk është i padrejtë që të harrojë veprën dhe mundimin tuaj të dashurisë që treguohet për emrin e tij. Luka 18:29-30 thot: dhe ai u tha atyre: në të vërtetë po ju them se nuk ka asnjë që të ketë lënë shtëpinë ose prindrit ose vëllezërit ose gruan ose fëmijët për mbretërinë e Perëndisë, që të mos marrë shumë fish në këtë kohë dhe në kohën e ardhshme jetën e përjetshme. Tani le të flasim pak se si do të ndodhë kjo. Së pari, le të shohim pak ditën e shpërblimeve të qiellit. Bibla na thot se pas kishës, të gjithë besimtarët do të merren në qiell gjatë rrëmbimit ose ringjalljes. Individët besimtar do të gjykohen për veprat e tyre si të krishterë dhe do të shpërndahen shpërblime të veçanta. Ky është një mësim i qartë në fjalën e Perëndisë, që edhe pse jemi shpëtuar nga mëkati ynë, një ditë unë dhe ju do të qëndrojmë përpara Zotit Jezus Krisht në fronin e gjykimit, që ndonjëherë quhet gjyqi i Krishtit. Dhe Zoti do të na gjykojë për sjelljen dhe për veprat tona si besimtar. Romakëve 14:12 thot kështu pra secili nga ne do të jap llogari Perëndisë për veten e vet. Këtu po u flet besimtarve. 2 Korintasve 5:10 thot sepse ne të gjithë duhet të dalim para gjyqit të Krishtit, që secili merr shpagimin e gjërave që ka bërë me anë të trupit, në bazë të asaj që ka bërë, qoftë në të mirën apo në të keqen. Tani në ditën që e quajmë dita e gjykimit, Jezus Krishti do të shoh, tani më dëgjoni me kujdes ju lutem, ai do të shoh të gjithë sjelljen tonë dhe gjithçka që ne jemi dhe që bëjmë. Ai do të shoh motivet brenda zemrës sonë dhe arsyet sepse bëjmë gjërat që bëjmë. Ai do të depërtoj për te gjërave të jashtme që ne duam që të tjerët të shohim, dhe ai do të na shohë ashtu siç jemi, ashtu siç na sheh edhe tani. Vini re që Pali thot se veprat e gjithë secilit do të bëhen të dukshme. Pra në atë ditë, në ditën e gjykimit, në ditën e Oscarëve të parajsës, në ditën e çmimeve Akademi të qiellit, të gjithë ne një e nga një do të gjykohemi nga Zoti Jezus në fronin e gjykimit, jo për shpëtimin ton, por ne do të gjykohemi për atë që kemi bërë si besimtar, që nga çasti kur jemi shpëtuar deri kur qëndrojmë përfundimisht para tij. Së dyti le të vëmë re dallimin e shpërblimeve në parajsë. Froni i gjykimit të Krishtit nuk është provimi i fundit për në parajsë. Tani shumë njerëz mendojnë se një ditë do të qëndrojmë përpara Perëndisë në sallën e pritjes së parajsës, dhe ai do të na gjykojë për gjitha veprat tona. Nëse kemi bërë mjaftueshëm vepra të mira, do të futemi, nëse nuk kemi bërë mjaftueshëm, nuk do të futemi. Kjo është plotësisht e gabuar, sepse Bibla nuk na mëson këtë. Bibla na mëson se ne që i kemi besuar Krishtit, nuk do të përballemi më kurrë me mëkatin ton. Ai është hedhur pas përgjithmonë dhe ka marrë fund. Galatasve 1:4 thot që e dha veten e tij për mëkatet tona, për të na shpëtuar nga kjo kohë e mbrapsht sipas vullnetit të Perëndisë, Atit ton. 1 Korintasve 15:13 thot: sepse unë ju kam transmetuar para së gjithash ato që edhe unë veti kam marrë, se Krishti vdiq për mëkatet tona sipas shkrimeve. 1 Gjoni 2:12 thot: djema ju shkruaj sepse mëkatet ju janë falur nëpërmjet emrit të tij. Romakëve 8:1 thot: tani pra nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezu. Më lejoni t'ju shpjegoj sërish këtë. Kur ju e keni pranuar Jezus Krishtin si shpëtimtar, të gjitha mëkatet tuaja, të shkuara, të tanishme dhe të ardhme, janë falur. Gjaku i tij mbuloi gjithçka, pagoi të gjithë borxhin për to, dhe ju kurrë nuk do të qëndroni sërish përpara Perëndisë që të përgjigjeni për mëkatin tuaj. Jezusi pagoi për gjithçka dhe për këtë i detyrohemi atij. Biblia na thot tek libri i Efesianëve 2:8-9 se me anë të hirit të Perëndisë ne jemi të shpëtuar nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ne, por është dhurata e Perëndisë, jo nga veprat, që të mos mburret askush. Pastaj në vargun tjetër na thuhet: ne në fakt jemi vepra e tij, e krijuar në Krishtin Jezus për veprat e mira që ne të ecim në to. Jo, nuk jemi të shpëtuar me anë të veprave të mira, ne jemi të shpëtuar me qëllimin për të bërë vepra të mira, që pasi të bëhemi të krishterë, ne duhet ta lejojmë dritën tonë të shkëlqejë që njerëzit të shohin veprat tona të mira dhe të japin lavdi Atit ton që është në qiell.
Ideja që për shkak se nuk jemi shpëtuar me anë të veprave të mira, prandaj nuk duhet bëjmë kurrë vepra të mira, duket sikur po qarkullon në kish ditët e sotme, sepse George Barna thot, ne nuk mund ta bëjmë dot dallimin mes njerëzve në kish dhe njerëzve jashtë kishës. Mbase njerëzit thjesht e kanë besuar këtë gjë mashtruese se nëse jemi të shpëtuar me anë të besimit, atëherë nuk kemi pse të bëjmë vepra të mira për të shpëtuar, por edhe pasi shpëtohemi nuk kemi pse të bëjmë vepra të mira, sepse njoh shumë njerëz që shpëtohen dhe thjesht pluskojnë. Nuk shkojnë askund. Por një ditë do të qëndrojnë para Zotit dhe do t'japin llogari për jetën e tyre në këtë tokë. Destinacioni ynë i përjetshëm, sipas Bruce Wilkinsonit, është pasojë e asaj që besojmë këtu në tokë. Kompensimi ynë i përjetshëm është pasojë e mënyrës si sillemi në tokë. Njëra është sjellja dhe tjetra është besimi. Dhe dini, kemi shumë shembuj në Bibël që janë shumë interesantë. Njerëz që e kanë nisur udhëtimin e tyre për Zotin, por e kanë katranosur duke bërë katrahur jetën e tyre, edhe pse vazhduan të ishin të krishterë. Lexoni shkrimin dhe do ta shihni vetë. Loti dhe Samsoni, Sauli, Anania dhe Safira, ata e nisën si ç'duhej. Ata ishin të krishterë në rregull, por pasi u bën krishterë, ata cënuan gjërat që ishin të vërteta dhe vuajtën pasojat vërtet të tmerrshme. Kur ju të qëndroni para fronit të gjykimit, nuk do të jetë për faktin nëse do t'hyni apo jo në paraj, sepse ju tashmë jeni aty. Kur ju të qëndroni për para fronit të gjykimit, do të ketë lidhje me faktin se si e keni jetuar jetën tuaj si besimtar, çfarë lloj administratori kam qenë për dhuratat që Perëndia më ka besuar mua. Dhe nuk do të jetë një kohë kur mund të sillni akuza formale kundër besimtarëve të tjerë. Kjo është e çuditshme apo jo? Froni i gjykimit të Krishtit është koha kur do ta guzhdojë përfundimisht atë tipin, më kuptoni? Më dëgjoni pak. Të gjithë besimtarët do të qëndrojnë për para fronit të gjykimit, ku gjithë secili do të jap llogari për veten e tij përpara Perëndisë dhe nuk kemi të drejtë të gjykojmë veprën e besimtarëve të tjerë. 1 Korintasve 4:5 thot, prandaj mos gjykoni asgjë para kohë derisa të vijë Zoti, që do të nxjerrë në dritë gjërat e fshehta të errësirës dhe do të shfaqë këshillat e zemrave. Dhe atëherë secili do të ketë lavdërimin e vet nga Perëndia. Kështu do të funksionojë. Pra vazhdoni të më ndiqni ja se çfarë do të ndodhë. Ne ose do të jemi të gjallë kur Jezusi të rikthehet dhe të na marrë, ose do të kemi vdekur, trupat tanë do të jenë në varr, kurse ne tashmë do të jemi në frymë me Jezusin. Pastaj varri ynë do të hapet dhe ne do të jemi me Zotin dhe sapo të arrijmë në parajs, ndërkohë që këtu poshtë në tokë ndodh mundimi i madh. Secili prej nesh do të ketë një çast para Zotit, që ai me shpresë të mund të na thotë, të lumt, shërbëtor i mirë dhe besnik, hyr në gëzimin e Zotit tënd. Kjo është ajo që duhet të më ndodh mua. Amen. Tani është mjaft interesante se në Bibël na përshkruhen disa çmime Oscar. Dhe në asnjë mënyrë nuk janë përmendur të gjitha shpërblimet që do të jepen aty. Por në dhjetën e re na jepet një listë me 5 kurora për disa gjëra të caktuara dhe mund të meteni të mahnitur nga disa prej gjërave me të cilat mund të na shpërblej Zoti kur qëndrojmë përpara Tij një ditë. Numri 1. Kemi kurorën e fitimtarit. Kjo është shkruar për ne tek 1 Korintasve 9:25 deri në 27 dhe kushdo që merr pjesë në garë kontrollon veten në të gjitha. Dhe ata e bëjnë këtë për të marrë një kurorë që prishet, kurse ne për një kurorë që nuk prishet. Unë pra vrapoj, por jo si kur jam i pasigurt, kështu luftoj, por jo si kur raerën, madje e mundoj trupin tim dhe e nënshtroj, se mos pasit tu kem predikuar të tjerve të bëhem për tu përjashtuar. Tani më lejoni t'ju përshkruaj një sfondë e historinë për këtë përvojë për cilën flet Pali këtu te 1 Korintasve, më dëgjoni pak. Grekët kishin 2 festivale sportive, lojrat olimpike dhe lojrat istmike. Lojrat istmike organizoheshin në Korint dhe prandaj do të ishin shumë të njohura për ata që po e lexonin këtë letër të Palit. Garuesit në lojra duhet i nënshtroheshin një stërvitje e shumtashme për 10 muaj. Muajin e fundit e kalonin në Korint me stërvitje të përditshme të mbikëqyrur në palestër dhe në fushat sportive. Gara ishte gjithmonë shumë të rejse në lojra dhe kjo është figura që Pali përdor për të ilustruar jetën e krishterë me besnikëri. A nuk e dini se ata që vrapojnë në pistë, vërtet vrapojnë të gjithë, por vetëm një e fiton çmimin, thot ai. Askush nuk mund stërvitet aq fort për aq shumë kohë pa pasur qëllim që të fitojë. Por sërish nga një numër i madh vrapuesish, vetëm një fiton. Çmimi tregon që apostulli kishte në mendje shërbimin dhe administrimin, jo shpëtimin dhe jetën. Ideja e Palit ishte që sportistët që presin të fitojnë duhet të stërviten me zell. Por sportistët ismik e disiplinonin veten që të fitonin një çmim të parëndësishëm. Sa më shumë duhet të bëjnë të krishterët për të fituar një çmim që nuk prishet, që nuk zhduket. Sigurisht ideja është për disiplinën personale. Të ecësh me Perëndin, më dëgjoni pak. Të ecësh me Perëndin kërkon sakrificë personale, sakrifikimi i gjërave jo domosdoshmërisht të këqija, por që e pengojnë për kushtimin e plotë të shpirtit tonë ndaj Perëndisë.
Në një epokë luksi si koha kur ne po jetojmë, fjalët kanë një rëndësi reale për shërbëtorët e mençur të Jezus Krishtit. Nëse doni që të fitoni një shpërblim, nëse doni që të qëndroni aty dhe të merrni një kuror, do t'ju duhet që të thoni jo disa gjërave në mënyrë që të thoni po disa gjërave të tjera. Nuk mund ta jetojmë jetën me babzi dhe kënaqësi siç kemi mësuar veten se është normale në kulturën tonë sot. Ne duhet të mësojmë se si ta fikim televizorin ndonjëherë që të mund të studiojmë për të përgatitur mësimin. Ne duhet të mësojmë që të ngrihemi në mëngjes dhe kur nuk e ndjejmë që të ngrihemi, që të shkojmë te fjala e Perëndis dhe të bëhemi gati për ditën. Ne duhet të marrim kohë larg nga të gjitha gjërat që duam të bëjmë, që të mund ta rrënjosim shkrimin në zemrën tonë. Duhet të rezervojmë një mbrëmje në javë her pas here që të shkojmë të flasim dikujt për Jezusin. Të gjitha këto janë të vështira dhe kërkojnë disiplinë. Dhe Bibla na thotë se një njeri që nuk i bën këto, nuk mund të jetë një kandidat për këtë çmim. Ky çmim u jepet atyre që e disiplinojnë trupin e tyre siç bëri Pali, që e mbanin trupin e tyre nën kontroll, dhe ata u bën kandidat për kurorën e fitimtarit. Shumica e njerëzve, përfshirë dhe shumë të krishterë, janë sklever të trupit të tyre. E keni vënë re këtë? Trupi i tyre i thot mendjes së tyre çfarë të bëjnë. Trupi i tyre vendos se çfarë duhet haj, kur të haj, sa shumë të haj, kur të flerë, kur të zgjohet dhe të tjera si këto. Një sportist nuk mund t'ia lejojë vetes këtë. Ai ndjek rregullat e stërvitjes, jo të trupit të tij. Ai vrapon kur do të donte të çlodhej. Ai ha ushqim të ekuilibruar kur do të preferonte të hante çokoladë. Ai shkon të flerë kur do të donte të rinte zgjuar, çohet herët për stërvitje kur do të donte të rinte në shtrat. Një sportist e drejton trupin e tij, nuk e ndjek atë. Trupi është skllavi i tij dhe jo e kundërta. Pikërisht këtij lloji ushtari do të jepet kurora e fitores. Prandaj disa prej jush po më thonë, po më hiq mua nga kjo listë. Më hiq nga kjo listë. Sapo keni ngrënë 2 byre, 4 salcice dhe 2 copa prosciutto për mëngjes, apo jo? Thjesht po bëj shaka. Të gjithë ne duhet ta mësojmë këtë dhe a nuk kemi vështirësi për gjithë këtë? Të gjithë ne. Ne duam të jemi shërbëtorë të cilët Zoti mund t'i përdorë dhe duhet një shkallë disipline në jetën tonë. Dhe Bibla nuk na thotë se duhet jemi të përsosur për këtë, por duhet të stërvitemi. Apo stërviteni? Apo stërviteni për të shërbyer Zotit? Apo përpiqeni të kërkoni Zotit t'ju ndihmojë të bëheni shërbëtor më të mirë? Perëndia e nderon zemrën tuaj për këtë çështje. Pastaj kemi kurorën e gëzimit, kjo është e dyta. Dhe këtë mund ta gjejmë te 1 Thesalonikasve 2:19. Ja se çfarë na thuhet. Cila në fakt është shpresa jon, a gëzimi, a kurora e lavdis? Pali i bën Thesalonikasve këtë pyetje, cila është kurora e lavdis? Dhe pastaj ai i përgjigjet kësaj me frazën pasardhëse. Ai thot, a nuk jeni pikërisht ju përpara Zotit ton Jezu Krisht në ardhjen e tij? Për çfarë ka fjalën ai? Ai po thot se kurora e gëzimit është kurora që marrim për shkak se kemi drejtuar dikë te Krishti. Ai thot, Selanikas më lejoni t'ju tregoj se cila është kurora e gëzimit. Jeni ju, sepse ne ju dëshmuam juve. Dhe një ditë kur qëndrojmë përpara Zotit, ju do të jeni aty sepse ne ju dëshmuam juve. Ndonjëherë kjo quhet edhe kurora e fitimit të shpirtit. Le të shohim kurorën e tretë, kurorën e drejtësisë. Këtë e gjejmë te 2 Timoteu 4:8. Pas kësaj më pret gati kurora e drejtësisë që Perëndia, gjykatësi i drejtë, do të më jap atë ditë dhe jo vetëm mua, por edhe të gjithë atyre që presin me dashuri të shfaqurit e tij. Tani Pali ishte i përgatitur për të takuar Zotin. Kur e shkruan këtë, ai ishte i sigurt për vdekjen e tij të afërt. Ai është i kënaqur me veprat e shërbimit që ka bërë dhe ka vetbesim për pritjen nga shpëtimtari. Dhe përdorimi i kësaj metafore sportive nga Pali e përshkruan veçanërisht jetën e një besimtari, sepse përshkruan vështirësitë që ndresën disiplinën dhe fitoren përfundimtare. Kurora e drejtësisë është rezervuar për ata që mezi po e presin Zotin Jezus, që presin që Jezusi të kthehet përsëri. Dhe e dini se çfarë? Që kur kam filluar këtë seri mbi parajsën, të shumt kanë qenë njerëzit që ose më kanë dërguar email, pusulla, ose më kanë thënë personalisht se ndihen disi në turp që parajsa nuk ka qenë në fokusin e tyre për një kohë kaq të gjatë. Interesante apo jo? Dikush tha, pse duhet më bëhet vonë për të shkuar në parajsë? Unë nuk kam qenë as deri në Havaj. E dini ka disa njerëz që mendojnë kështu, e dini? Dhe kjo na tregon pak se ku qëndron zemra jon. Ka disa njerëz që e kanë përqendruar zemrën te parajsa, që e kanë përqendruar zemrën për të parë Jezus Krishtin, dhe këta janë njerëzit që do të marrin kurorën e tij sepse ata e duan shfaqjen e Zotit. Dhe pastaj kemi kurorën e jetës, numri 4. Jakobi 1:12 dhe Zbulesa 2:10. Kjo është shumë e lehtë për të kuptuar. Lum njeriu që ngulmon në provë, sepse kur deli i aprovuar do të marr kurorën e jetës, të cilën Zoti u premtoi atyre që e duan. Zbulesa 2:10, mos ki frikë nga ato për cilat do të vuash, ja djalli do të hedhë disa prej jush në burg, që të provoni dhe ju do të keni shtrëngim për 10 ditë. I besnik deri në vdekje dhe unë do të t'jap kurorën e jetës. Tani më dëgjoni pak. Kurora e jetës jepet për të njohur qëndresën dhe triumfin mbi provat, tundimet dhe përndjekjet, madje deri në pikën e martirizimit.
Motivimi duhet jetë dashuria për Krishtin. Kur ne kalojmë në për vështirësi dhe për ndjekje, në për cilat kanë kaluar shumë për të ruajtur besimin e tyre, shumë prej këtyre njerëzve do të sillen përreth në ditët e para të parajsës me këtë kurorë të veçantë të jetës, sepse ata kanë përjetuar për ndjekje për shkak të Krishtit. Kurora e jetës dhe pastaj e fundit është kurora e lavdis tek 1 Pjetri 5:4 dhe jam pak i emocionuar për këtë sepse është kurora e predikuesve. Ja se çfarë na thuhet, dhe kur të shfaqet kryebariu, do të merrni kurorën e lavdis që nuk fishket. Kjo kurorë është për gjithë ata që janë barinj besnik ndaj popullit të Perëndisë dhe për drejtuesit e krishterë. Ai ka një nga 5 kurorat që e ka rezervuar për të gjithë ata që janë në drejtim dhe që janë barinj të njerëzve. Dhe e dini se çfarë, nuk ka pse të jeni pastor apo në mision, mbase jeni barinj një grupi të vogël. Ata prej jush që janë ndihmës, edhe që po kujdeseni për një grup, dhe që kujdeseni për njerëzit që vinë çdo javë, ju e dini se kush janë ata, si i kanë emrat, cilat janë sfidat e tyre dhe ju luteni për ta dhe kujdeseni për ta, ju po vraponi për kurorën e bariut, për kurorën e lavdis. Tani, i keni të gjitha këto janë vetëm disa, këto janë ato 5 që na përmenden me emër në 10 në re dhe që do t'ju japin një farë ideje se për çfarë bëhet fjalë. Kjo nuk ka lidhje me të qenë të krishterë, ju jeni të krishterë, ndryshe nuk do të ishit aty. Nëse nuk jeni të krishterë, ju nuk do të qëndroni përpara fronit të gjykimit. Është një gjykim tjetër që quhet gjykimi i fronit më të bardhë që do të ndodhë shumë më vonë, dhe nëse nuk jeni të krishterë, do të qëndroni përpara këtij froni. Po ju them se nuk do doni të ishit aty. Do doni të ishit tek ky tjetri. Sepse ju tashmë jeni të shpëtuar, ju tashmë jeni në parajs. Dhe Bibla thotë se disa prej jush do të futeni në parajs duke kaluar përmes zjarrit dhe tymit, me fjalë të tjera, do të shkoni në parajs duke mbajtur eratym në rrobat tuaja. Dua të them se kështu është. Por do të jeni në parajs. Amen. Amen. Po e dini çfarë, unë nuk dua të shkoj aty në këtë mënyrë, po ju? Unë do t'ju tregoj disa arsye sepse, teksa vim drejt fundit mesazhit, por dua që t'ju jap disa aplikime se si funksionon kjo për ne sot. Le të mbajmë shënime. Numri 1. Kujtoni që vetë Zoti Jezus është shpërblimi juaj më i madh. Mos e harroni kurrë këtë. Pavarësisht se çfarë mund të merrni në parajs, vetë Zoti është shpërblimi juaj më i madh. Tek Zanafilla 15:1 lexojmë mbas këtyre gjërave, fjala e Zotit ju drejtua Abramit në vegim duke i thënë: "Mos ki frikë Abram, unë jam mbrojtja jote dhe shpërblimi yt do të jetë shumë i madh." Sa prej jush e dinë se Zoti Perëndi është shpërblimi juaj i madh. Edhe nëse nuk do të merrni asgjë, do të keni Zotin dhe do të keni gjithë, apo jo? Amen. Kujtoni që vetë Zoti është shpërblimi juaj më i madh. Numri 2. Mos i bëni veprat së jashtmi me qëllim për të marrë një shpërblim. Tek libri i Mateut, Zoti Jezus na thot disa gjëra të rëndësishme për sjelljen. Tani e përmenda edhe më parë, sjellja dhe qëndrimi. E dini se të krishterët janë zot për këtë? Ne jemi të vërtetë zot për sjellje dhe qëndrim, për të luajtur rolin. Dëgjoni pak këtë. Te Mateu 6:1. Mos e jepni lëmoshën tuaj para njerëzve me qëllim që ata t'ju admirojnë. Përndryshe nuk do të shpërbleheni te ati juaj që është në qij, madje kur jep lëmosh, e majta jote të mos e di ç'bën e djathta, që lëmosha jote të jepet fshehurazi dhe ati ju që shikon në fshehtësi do të ta shpërblejë haptas. Nëse po i shërbeni Zotit vetëm që të merrni një shpërblim, kjo tregon se ju nuk e kuptoni krishtërimin. Pse i shërbeni Zotit? Sepse e doni atë. Dhe pastaj reflektoni mbi qëllimin përfundimtar të çdo shpërblimi që do të merrni. Çfarë do të bëjmë ne me këto kurora? Nuk e di se çfarë pamje do të kenë, por më lejoni të ju tregoj se çfarë do të bëjmë me to. Të 24 pleq bien përmbys përpara atij që rri mbi fron dhe adhurojnë atë që jeton në shekuj të shekujve dhe i hedhin kurorat e tyre përpara fronit, duke thënë: "Ti je i denjë, Zot, të marrësh lavdinë, nderimin dhe fuqinë, sepse ti krijove të gjitha gjërat dhe nëpërmjet vullnetit tënd ekzistojnë dhe u krijuan." E dini që kjo do të ndodhë në parajs? Pasi ne të gjithë kemi marrë shpërblimet tona dhe do të jemi kaq të lumtur për këtë, pastaj ne do të shohim Jezusin dhe do të marrim të vetmen gjë që kemi në parajs përveç vetes, që është kurora që ai na ka dhënë. Pastaj do të bijem në këmbët e tij dhe do t'ia japim atij dhe do t'i themi: "Faleminderit Zot që më ndihmove të vi këtu. Faleminderit Zot që pagove për mëkatin tim. Faleminderit Zot që je shpëtimtari im. Unë nuk kam shumë për të dhënë, por ja kurora ime." Dhe miq, nuk dua që të mbetem jashtë kësaj, po ju? Unë nuk dua që të qëndroj prapa dhe të shoh të gjithë ata që kam njohur në këtë tokë të çojnë kurorat e tyre dhe t'i japin Zotit Jezus, vetëm sepse unë isha shumë dembel si i krishter dhe si një fëmijë i padisiplinuar i Perëndis, nuk kam asgjë për të ofruar. Ky do të ishte një çast i veçantë dhe mund t'ju them se kjo do të ndodhë përpara se ai të fshijë çdo lot. Pasi kjo të mbarojë, ai do të fshijë çdo lot, sepse ju premtoj se në atë çast do të derdhen shumë lot. Ka qenë një çift misionarësh të moshuar që kishin punuar në Afrikë për shumë vite dhe po ktheheshin në New York pasi dolën në pension. Ata nuk kishin pension, nuk kishin shëndet mirë, ishin të mundur, të dekurajuar dhe të friksuar.
Teksa hipën në anije, zbuluan se kishin rezervuar në të njëjtën anije ku ndodhej edhe presidenti Teddy Roosevelt, i cili po kthehej nga Afrika pas një ekspedite të madhe gjuetie. Askush nuk u kushtoi vëmendje atyre. Ata po shihnin ceremoninë që e shoqëronte enturazhin e presidentit me pasagerët që po përpiqeshin të shihnin këtë njerëz të madh, kudo që ai ishte në atë anije. Ndërsa anija lundronte nëpër oqean, misionari plak i tha gruas së tij, diçka nuk shkon këtu. Pse duhet i jepnim jetët tona me besnikëri në një shërbes për Perëndinë Afrikë për gjithë këto vite dhe askujt të mos i bjerë ndërmend për ne? Ja ku është ky njeri që po kthehet nga një udhtim gjuetie dhe të gjithë janë përqendruar tek ai kurse neve as nuk na i hedh njëri syt. Dhe gruaja e dashur e këtij burri ja ktheu zemrën, nuk duhet ndihesh kështu. Nuk kam çfarë të bëj, thaj, nuk më duket e drejtë. E po anija u ankurua në New York dhe një band po priste për të përshëndetur presidentin, kryebashkiaku, ofiqarët e tjerë ishin aty. Gazetat ishin plot me shkrime për mbritjen e presidentit, por as edhe një njeri i vetëm nuk e vuri re këtë çift misionarësh. Ata zbritën pa zhurmë nga anija, gjetën një apartament lirë, duke vrarë mendjen se çfarë mund bënin ditën tjetër për të siguruar jetesën në qytetin e New Yorkut. Atë natë, zemra e atij burri misionar u coptua dhe i tha shoqes, unë nuk e duroj dot më këtë. Perëndia nuk po na trajton me drejtësi. Gruaja ju përgjigj, pse nuk shkon në dhomën e gjumit dhe t'ja thuash Zotit këtë? Sa me fat je nëse ke një bashkëshorte si kjo. Pak çaste më vonë, ai doli nga dhoma e gjumit dhe tani fytyra e tij ishte krejtësisht ndryshe. Dhe gruaja e pyeti, zemër, çfarë ndodhi? Ai tha, po e sqarova me Zotin këtë. Unë i thash se sa i dhuruar isha që presidenti duhet merrte atë mikpritje madhështore, kurse neve nuk na priti askush kur u kthyem në shtëpi. Dhe kur mbarova, më duk sikur Zoti më vendosi dorën e tij në shpatull dhe thjesht më tha, por nuk e mbritur ende në shtëpi. Nuk e mbritur ende në shtëpi. Është shpërblyese ti shërbesh Krishtit dhe ka shumë shpërblime që ne i marrim në këtë jetë. Njerëz që janë falënderues, letra vlerësimi, dëshmi pagëzimi ku kemi luajtur ndonjë rol të vogël. Por unë duhet ju them se të gjitha shpërblimet nuk na jepen këtu poshtë. Shpërblimet më të mira janë rezervuar për ceremoninë e çmimeve në parajs. Nëse i keni shërbyer Zotit dhe nuk e ka vënë re askush, thjesht kujtoni se nuk jeni ende në shtëpi. Dhe po vjen diçka të cilën nuk do doni ta humbisnit. E si mund mos e duam Zotin ton sot? A nuk do doni ti shërbeni atij? Amen, amen. Faleminderit që ishit me mua sot në moment vendimtar. Sa më shumë që studiojmë fjalën e Perëndis, aq më shumë e kuptojmë që Perëndia ynë i dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithë secilin prej nesh. Nëse do të donit që të fillonit një marrëdhënie me të, hapi i parë është që të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit që të bëhet Zoti dhe shpëtimtari juaj. Sapo ta merrni këtë vendim për të pranuar dhuratën falas të shpëtimit të Perëndis, do të fillojë udhëtimi juaj me Perëndinë si një krijesë e re në Krishtin. Pra, nëse sot e keni marrë këtë hap besimi, ju inkurajoj që të ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo në një kishë të zonës dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin e sapo gjetur. Perëndia ju bekoft teksa filloni ecjen tuaj me të. Pres me padurim që të shihemi herën tjetër, këtu në moment vendimtar.